Pra këtë po fitojmë nga ora 23:47, ku shihet mosmarrveshjet 23:47 e 20 sekonda. Ku shihet kur erdhi kondeuri me tani të ndjerën Maria Klara. Para hotelit apo? Po. Para hotelit. Të shihet si ka mosmarrveshje. Ta shikoni domon ku shihet se kondeuri ka mosmarrveshjen e tani. Dhe Sulman të ndjerën, duke tentuar me shkaktu vendime. E njëjta shihet se merr turp. Një shkruaj këtë ato çfarë? Ku shihet e kondeuri ka mosmarrveshjen e tani. Dhe pastaj tenton ta sulmojë çfarë? Tenton ta sulmojë në derë. Të veturës nga Mrapa. Këtë ditë të bëhet. Jetona mund është mrapa edhe në me këtu ato ku ishte këtu, qështu. A mund është me që zi matë nga dalësuar këtu? A jo, në regu. Shkuja e bona mund të në vitë. Qëtu kemi me prokuror. U e përdet e shtynë derën e veturës, e ashtu? Nga Mrapa. Okej, se tash është që se edhe një për e qëllë është sulmi parë që ka. Sulmi parë e gëdet, ma jenë njerë. Nëse u ty tash në tej pra. Se të vazhdojnë jetën? Po, në shumë? Derë të veturës? E gëdet. Derë të veturës, po. Edhe pse vetëm e ndjerët, vetëm kur atër të nuk e sulmona, pa diçka se ka posa pretendim gjatë fazës e timit se kam qenë sulmon. Nuk shihet kërkonesë. Imagjino. Tani? Tash që kur dënë mi marrë gjonat nga Mrapa e nisë veturën, kur ende nuk kam me trup kejt mrena, po fatmirësisht e njëjtë arrim me një mrena. Ja akuzuri po duhet njësë veturën me vrot shpeta. Edhe pse mjeta mund të arrit të në vratë. Po? Pjesë tjetër. Po është tash derë në makinë, dolin të. Dolin nga makinës që të dhe? Po është për riktasë. Ja vëzori lëviz veturën Mrapa. Vëzori lëviz veturën Mrapa. Deri sa është të duke dole pak e mira. Po? E gjunë me diçka. Ku shihet se ja vëzori e gjunë me diçka. Edhe më pas, në këtë fazë është i raport që edhe dëmtuma tenton të mbrohet duke sulm dhe këtë nalit. Kur e ka sulmin e parë nalit. Tu dëmtura tani ndjera. Të të mbrohet.
Shkaka në vonë. Mësimi e gjuhën e progjektit në Nisan. Ato gjësave, çka kanë ato? Kënë gjonët e sojnë, në qonë që Kush është gjujtë? e ndike. Se s'me jam Jo, e sa shpën, e sua. Se tash i shprozi këtë qontën, që tash ma shkoj tash. Gjësave personale të të tjere, se që në të I shprozi. E jo po, në që zemë. është po. Gjitha gjësave që në ka në qantën, në shkujtë. Gjitha gjësave që në qantën e të njërës, në shpastë. Qa kina thonë tjetër për përdo? Okej, tash, Shërë është një liber. edhe duket, s'pëdi, si mu arrit një lloj koshe dhe një qëtësi. Raportet e tyre, ato si shien të fare, Caruna. Ka Caruna edhe
Pra këtu shihet tash recepcioniste ashtu që shna ka jap të deklaratën. Tani shihet Erza Limani që ka qenë dëshmitari. recepcioniste që ja Del jashtë të shqetësu më shihet. Që shka ndodhe. Do të ndu me thirë. Që shihet e shqetësuar, po. Edhe telefon, qysh na ka spjegu se të s'disha as policin me thirë për shqetësime. Më shihet të e ke kallëzënat sinceritetin edhe besueshmërinë e deklaratës së kësaj dëshmitare. Është e vërtetuar edhe me pamje vizuale. Tani përsëri shihet recepcionista, e cila Si që është se të më ka kërku ujë, ja ofron ujë, për prapë s'guxon me prekë si mja, vetëm ja ofron ujë në ofër. Se të më ka thonë, më ka kërku ujë. Tani shihet ja buxhuria. Po, I cili shihet I ka teshat e shkyme. Shihet ja buxhuria në një pakë të shkruar në shtin. Si shka thonë, që shka deklaru vetë, ja ka jap ujën. Cili ja ofron ujë, ma jesh. Po. Këtë është. Edhe prapësisht e brenda 1 minutë të 2 vinë edhe ambulanta dhe ndihma e shpejt. Edhe policia. Po ashtu. Okej. Unë që të rincësime tash nga me pitë dhe sa djenë policia ndime 2 ose 2-3 maksimum është me ambulantë ndim me polici vinë në nxarje. Të më pas ambulante po atë që signalizim të vrehet, po afru. Tani për shihet signalizimi Që ja bën pyroja, do më thonë qërë policia, edhe ambulanta vjen këtë moment. Njëkohësisht, a? Po thuj se njëkohësisht është Ambulanca dhe policia. ja edhe ambulanca vjen e merr dhe e ka dërgu Jetën po, kur shihet tani policia. të ardhe dhe ambulanta ja dhe një 40 sekonda vjen ambulanta. As policia. Policia. I bështë e njoftume dhe i sa të prinë edhe ambulanta. Dhe njoftohen që shihet zyrtar policor duke raportuar sigurime pasën. Kur shihet zyrtar policor duke raportuar pasën, po. Dhe më pas janë në këtë momente tash vjen edhe ambulanta ku e marrin duke tentuar me ja shpëtu jetën dhe dërgojnë që në emergjencë qendrën. Andës kanë Jo,
2-3 më ka bo shashtora për të mëri. Ora 2-3. Ona dhe ka për stashen. Gati. Ashtu nderuar kryetarë grupit Gjikus, katër provat që janë propozuara që ndërlidhet. Pjesën ambulante deri sot, rritë ambulante fundona që. Do të thonë nëse I shikojmë fotografi e dhomës, Për çfarë? Për përfundoj stoma se ne elaboron ato fotodokumentacion. Tani si shihet në çizim shumë. që domethënë 2-3-20 sekundë. 20 sekundë arritje ambulante. Dhe marrë në dërgoj shumë s'ka më në të qëzim diçka që në fenomen. Në njëtën e marrën dhe dërgojnë Dhe që në emergjencë qendrën, qendrën e emergjencë në Prishtinë. po, kjo për fatkeqësisht e njëjtë, Qendrën e emergjencë. nuk mund mirë bjen tu plagë dhe vdes. Standarde operative profesionale në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Rastin e fjalë është marrë nga spitali, ku edhe ka vdekur, pas secorisë së thirrjes së ekipit tonë. Andaj në këtë rast hetuesit mjekësor të vdekjes nuk dalin Hetuesit mjekësor të vdekjes, nuk dalin në spital sepse veç do të thotë është lëvizur nga vendi i ngjarjes. Pra në këtë rast, sipas metodologjisë që pyetet, nuk kemi të dhëna nga vendi i ngjarjes. Ju s'keni dalë nga ngjarjes. Jo. Asnjëherë s'kam pas asnjë informacion, as nga hetuesia, as ndonjë informat lidhur me rastin e fjalë. Vini edhe shkresa tjera. Ndonjëherë, jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Rastin konkret e keni vlerësuar se është e nevojshme me pa shkresat e lëndës. Po, kam bërë dhe thirrje këtë saj kohë, as më marrin mend telefonike. Por jo, ka qenë kolegu jo në tash të di që të formë edhe nga ngarkesa e madhe sepse kemi pas problem bashkë në atë kohë të djegjes së institutit edhe. Do thotë në atë kohë nuk I ke pa shkresat. Jo. As në të kostash. As në të kostash. Vetëm gjë që kam pa, që në emision TV Klan, aty kam pa pak, do të thonë pa ajo sot
Dhe thot nga vendi i ngjarjes, raport apo informata nga vendi i ngjarjes nuk kam pa. Jas, është e nevojshme në qoftë se ka pyetje e shtesë apo tjera. Thot po mbrinte pjesa metodologjisë që pyetët dhe në këtë rast do thot bëhet përshkrimi apo ekzaminimi i jashtëm mikrofonës në të gjitha drejtimet, përshkrimi i dëmtimeve dhe hapja 3 kaviteteve. Koka me qafë, kapazi dhe abdomen. Do si të shkrune apo do në grupacion? Keni shkruar, mirë po neve po na interesant se përveç këtyre që i keni konstatuar, është me shpjegu pak këtu lëndime të gjeta si pasojë e asajna për plasis për toke apo keni pa ndonjë hematon që mund të rezultojnë nga ndonjë. Dëmtimet e përshkruara duke filluar nga këmba e majt, kofsha e majt, ana e majt e pelvikut, si dhe ana e majt e krahut dhe para krahut, janë lëndime të shumta të madhësive të ndryshme, duke filluar nga 2x2 mm e deri në 23x14 mm. Të njëjtat pra janë të formatit të përafërt në të gjitha pjesët e përshkruara më lartë, me dëmtimin e indit lëkuror nga copëzat apo grimcat e qelqit. Kurse në brendësi të trupit janë vërtetuar edhe fraktura të shumta të kockave të pelvikut dhe atë multifragmentare apo shumë pjesëshe si pasojë e rënjes nga lartësia. Tash po shkojmë atje. E kryejmë në herë këtë pjesën e ramjes në dyshime. Do thotë dominon ana e majt në përgjithësi të ramjes, sepse femrat bazuar në të thotë në literaturë, është quajtura qendra gravitetit, tek femrat është pelviku, kurse tek mashkullit është kafazi krahërorit. Zakonisht do thotë për shkak të ramës nga lartësia, pesha më e rëndë është pelvik, kjo anë dominon, për këtë arsye dhe ka dëmtimet më shumë në pelvik. Është në këmbën e majt, po, në pelvik, edhe mbështetur në shpinë, derisa ajo forca e fundit është koka, do thotë në pjesën e pas. Kurse mashkullit bën me pjesën e kafazit të krahërorit. Me që do thotë më transparent, dëmtimet i thashë janë parafërsisht si të njëjta dhe varirojnë prej atyre masave të përshkruara, edhe në këmbë, edhe në dorë, edhe në pelvik. Kjo do thotë se përket gjatë ekzaminimit sipërfaqësor të dëmtimeve të cilat i drejtojmë në lëkurë. Në brendësi thashë se ka pasur multifragmentura, të cilat janë do thotë si pasojë e rëmjes dhe peshës e të apo shpëcia cila krijohet prej asaj masie që ka rënë. Normalisht që gjatë kësaj rënie ka edhe deri tek ruptura e mushkërisë, sepse organet tërhiqen në momentin kur ndalë shpëcia, dhe gjakderës të cilën e kemi përshkruar do thotë në raportin e autopsisë. Përket hematomave tjera të përshkruara në kofshën e djathtë, kjo është hematom që nuk ndërlidhet me rënien nga lartësia. Në kofshën e djathtë të epërme, E cila nuk ndërlidhet. po, në rënien, por është e shkaktuar nga goditja në mjet të fornë bretës. Gjithashtu do thotë edhe në pjesën fundore një hematom tjetër për mbi gjuhë, e cila është më e vogël për me përmasa. Është me përmasa më të vogël se e përshkruara më herët. E ka formën e rumbullakut, mund të jetë edhe nga bartja e viktimës kur kanë kapur këmbë. Mund të jetë, a? Po, mund të jetë. Se është vendi ashtu sa mozargisht, pjesën fundore ana djathtë, apo ndonjë forcë tjetër, si dhe një hematom me përmasa 30x25 mm, e cila ndodhet në pjesën e brendshme të nëngjurit të majt. To nuk ndërlidhen me ramjen, sepse janë në anën e kundërt të anës e cila ka rënë. Kjo është ana e majt, kjo është ana e djathtë. Ndryshimet në sipërfaqen jashtme të shplakës së dorës dhe gropëzën e brylit dhe gropëzën e brylit janë të ashtë quajtura ndryshime iatrogjene. Gjene. Dhe të ndryshime të shkaktuara nga dora e mjekut. Nga dora e mjekut, ashtë quhen do thotë. Për qëllim, tretmani do thotë që kanë tentuar për me shpëtu nga gjilpërat dhe terapinë të cilën ja kanë dhënë sipas protokollit në emergjencë. Si pasojë këtyre lëndimeve të brendshme të përshkruara më lart, kemi pas do thotë gjakderdhje në hapësirat e brendshme të abdomenit dhe të kafazit, multifrakturat në pelvis, po, si edhe tërheqjes së organeve në momentin e rënjes,
në momentin e rënies, sikurse që është qyrja apo rupturën mushkërisë, Në momentin e rënies, po. çakderdhja e brendshme indore, Çakderdhja brendshme, në abdomen, në kafaz, abdomen, kafaz, dhe minimale në pjesën e pasme të kokës, janë shkaktori i vdekjes, çfarë do thotë në pjesën e pasme të trunit të kokës. A ki shajnë tjetër e qatë? Ja. Në momenti kur ajo ka rënë në dysheme, Në momentin kur ajo ka në dysheme, në atë pjesë të dyshemes, që ashtu si ti, grincat e gjamit veç kanë qenë. Për këtë arsye, grincat e gjamit veç kanë qenë aty. i kemi dhe këtë numër kaq të madh të dëmtimeve. Për këtë arsye, kemi një numër kaq të madh të dëmtimeve. Sikur se ta kishte thyer me trupin e saj, atëherë do të kishim këtë lëndime tjera. Ku do të kishim edhe prerje, matmoje, Shumë sepse tjera lëndime. po kanë qenë në dysheme, që thotë kur ka ra trupi. Thash që nuk kam kur gjë për vendin ngjarjes, nuk di asgjë në për çështjen e vendit ngjarjes. Me këtë ramin e lehtë kuptova çka menduat. Po, Me që thash që nuk jam i furnizuar në atë aspekt, nuk kam ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje të, po të jap karakterin. Nuk mund të jap po, karakterin. në rasti kishe pas shkresat e lëndës, a mund me dhona e përgjigje? Po, Më varet sa janë të kompletuara dhe çfarë. Kjo është se në cilën pjesë të raportit. Raporti është konstatuar hematomasi dhe pasovjar. Mënyra është. Ja dhe pak më herët e elaborova dhe thot edhe verbalisht. Edhe në raport e kemi faqja 8, pika 6, faqja 9, pika 7, pika 8, të cilat i spjegova edhe me fotografi, edhe me vend, edhe me madhësi, edhe i tregova dhe fotografit pika 6 dhe faqja 9, pika 7 dhe 8, të cilat janë në anën e kundërt nga dëmtimet e përshkruara nga rënja nga larësia. Në pikën 6, 7 dhe 8 të raportit të autopsisë, ju keni konstatuar hematomat. Të shkruaj në që kemi faqin të tjetër. Ju keni konstatuar hematomat. Që janë gjendur në trupin ndjerës. Por, a mund të na sqaroni se në cilën pjesë të raportit keni konstatuar mënyrën e shkaktimit të këtyre hematomave. Vetë emërtimi hematom për të gjithë ata të cilët i kanë dhënë mjekësinë ligjore, e njëjtë është në juridik, nuk kupton gjakmbledhjen nën indin lëkuror, pa dëmtim të strukturës së lëkurës, sepse kur kemi dëmtim të strukturës së lëkurës, atëherë ato janë lagë ndryllëse shqyese, sikurse që janë të tjera. Pra vetë emërtimi hematom nuk kupton gjakmbledhjen nën lëkurore dhe për të krijuar nevojitet, forcë dhe peshë që zakonisht shkaktohen nga mjetet e forta mbretëse. Mbretja është gjuhë shqipe sepse përpara kanë përdorur tupitur, mjeti tupitur që mjet që nuk posedon tehe. Me dallu do thotë për mjeteve të cilat kanë tehe dhe maje. Kështu që ky emërtim i gjakmbledhjes apo hematomës e ka këtë përkufizim, e nëse posedoni tjera të dhëna nga vendi ngjarjes, Kështu që ky emërtim gjakmbledhës apo hematom, gjakmbledhja do thotë nën lëkurë apo hematoma, nënkupton veprimin e forcës dhe peshës së ndonjë mjeti, që në mjekësi ligjore quhen mjete mbretës. Ato janë të shumë llojta dhe bazuar në të dhënat nga vendi ngjarjes apo historiatit të rastit, atëherë mundeni me pyet se cili mjet apo çka keni të dhëna nga rasti konsiston apo nuk konsiston. Unë e jap përgjigje. Duke pas parasysh se raportin e autopsisë e keni punuar ose ky raportin e autopsisë kemi punuar, në datën 19/9/2023, në datën 19/9/2023, pra disa ditë pas ngjarjes pike, pas ngjarjes kritike,
për të cilin raport ju më herë deklaruat se qëndrën e tërësi pranë ti. A mund të na sharën e arsyen sepse mënyra e shkaktimit të kësaj hematome nuk konstatohet në atë kohë kur dëmtimet kanë qenë të freskëta, por konstatohet rreth 2 vite e gjysmë pas ngjarjes kritike. Sens kuptohesh. Që t'ja elaboroj. Ku do me dohet? A do me lexuar edhe herë çka ke thonë? Pajtë. Duke pas parasysh se raportin e autopsisë e keni punuar me datë 19/9/2023, pra disa ditë pas ngjarjes kritike. Për cilin raport ju më herë deklaruar se qëndron në tërësi pranë tij, a mund të na sqaroni arsyen se pse mënyrën e shkaktimit të kësaj hematome, Mënyra e shkaktimit të kësaj hematome, mënyra e shkaktimit të kësaj hematome nuk konstatohet në atë kohë kur dëmtimet kanë qenë të freskëta. Por konstatohet rreth 2 vite e gjysmë pas ngjarjes. Pse nuk është konstatuar në raport kur është punu, po konstatohet se pas 2 vite e gjysmë. Kjo është pyetja. Po ki pas mjekësi ligjore? Po. Ki pas mjekësi, po. Faqja 19. Përgjigje, a ki përgjigje? Po, faqja 19 e raportit. Në konkluzion, pika 4 romake, thot, pika 6, 8, hematoma të freskëta, janë qasaj date që për ju se konstatova sot. Këni, Ruka, Pyetja duket se nuk është është të i konstatu sot, të i ka thonë në raport. Jo, po pyetja për hematom. Pyetja është për si është shkaktuar hematoma. Pjesën e mjetit pres që potencoj më herët, nuk e ka përmend kërkën raport. As faktin se është shkaktuar nga një fozë tjetër ose mekanizëm tjetër, nuk është konstatuar asnjëherë në raportin kur është punuar kohën e ngjarjes. Ndërsa sot e konstatoi si fiks, që është arsyeja e sqarimit, pse nuk është konstatuar çfarë. Pas sqarim, nëse ke dëgjuar në radhë se si mund të shkaktohet. Ne ndojmë jetë mbretës. Nëse pa i kishte gjetur ato në vendin e ngjarjes, atëherë kishte mujt me bëu pyetje se me cilën mjet ka mujt u shkaktuar. Ato kështu. Pyetja është tjetër, kryetar. Këtu, ky është si shembull, pa për këtu hematoma që kanë mujt mu shkaktuar, nga ndonjë mjet, jo i prej. Jo, konstatoj se kjo hematom në kufshën e djathtë është shkaktuar nga një mjet i prej. E konstatoj si fakt. E konstaton dhe thot edhe literatura, thash edhe pak më herët, no, se si krijohet. Këtë arsye thash se të gjithë keni pas mjekësi ligjore dhe duhen me ditë që krijohen nga mjetet mbretës. Po të kishin qenë plagë prerëse, atëherë do të ishte një përshkrim, po, tjetër. Dhe shpjegohet shumë mirë në detaje. Po se është patjetër me bëu pyetje, nëse ke pas përsimit, nevojshme. Ju po shpjegoni se hematomat, por në këtë rast, mjetet forta? Forta ose mprese, ose tjera mjete. Jo mprehce. Mbretëse. Mbretëse, nese. Dallim është shumë i madh, mprese edhe mbretëse. Mbreti është diçka tjetër, mprece është diçka që ju thash pak më herët, që posedon majë edhe te. Momentin e rënjes së trupit të së ndjekës. Rënjes së trupit të ndjekës, po? E njëjta fillimisht bie në këmbë, në pjesën e pelvikut, siç e sqaruat edhe ju. Por pastaj ka disa rrotullime në trupin e saj. Me jetë edhe nënën e djathtë. A mos të nga... Konstato diçka që se ka thonë. Nuk e ka thonë. Në lidhje me videon që sem, që... Ti mos e blok, dëgjon. Ti po thuaj ju konstatuat ju tha, por diçka që se thaj. Jo, kish pjesa e parë për pikën 92 ka konstatimi ekspertit. Mirë, tash ti nëse ti me mos e thuaj ato që se ka thonë eksperti, se e komplikon kështu. Dhe çfarë ka lënë çfarë se të vërtetë. Dhe çfarë. Nuk e posa në momentin e të stupit në djerës, në jetë fillimisht bie në pjesën e pelvikut të majtë. Në fund të majtë.
Ana e majtë dominant. Cila është pyetja? Edhe dëmtimet janë këtë në anën e majtë dhe thotë edhe ndorë dhe pra krahë pelvik dhe bjen në këtë pjesë. E thashë edhe shumë qartë pak më herët. Po, por ne në video vërehet, Mos vazhdo më tutje se s'ku pa kur fort video. okej, po kjo është pyetje shkencore, jo domosdoshmërisht. Po, në video vërehet, hajde tash. Video vërehet se ndjera lëviz pas rënjes, dhe kthehet edhe në pallën e djathtë të saj. Edhe në anën e dytë. Sipas vlerësimit tuaj shkencor, a ka pas mundësi që kjo hematom në pjesën e djathtë të shkaktohet edhe si pasojë se ajo ose ndjera është kthyer mbi një pjesë të gjamit ose një pjesë tjetër që ka mund të gjinde në rand të gjamit. Nëse ta kuptova pyetjen? Jo, nuk mund të shkaktohet nga rrotullimi i trupit në anën e kundërt. Jo, nuk mund të shkaktohet. Të shkaktohet nga rrotullimi i trupit. Hematoma në fjalë është kufizuar, ka formë, Dhe çfarë? Në koncept hematoma ka formë pra të kufizuar, po, është e formës së rumbullakët është e formës së rumbullakut, dhe ka për masa 25 mm. 25 nga 25 mm. Në rast se ka pas guri këtë, ose dhe më nga sa në uak, që mujtë më shkaktu një ndyllje hematomë. Nëse kish me fas në guri, Nga i guri, po në qatë pjesën e shëmes. Në përmosat njeta. ki përgjigje për të? Nuk kam ide se çka ka pas në vend. Kështu që nuk në vendin e gjarës. E thash edhe më herët se në anën e kundërt të dëmtimeve të cilat janë shkaktuar nga rënja nga lartësia. Në mjekësia ligjore, aspekti mjekoligjor, ne japim dy përgjigje. Shkaku i vdekjes, gjakdedja, dhe multifrakturat, dhe mënyrën rënje nga lartësia. Shkakun e vdekjes, Po, do thotë gjakdedja gjakdedja, po, e brendshme, gjakdedja e brendshme, multifrakturat e shumta në pelvik, multifrakturat e shumta, ruptura e mushkërisë, ruptura e mushkërisë, kjo shkak, mënyra, rënje nga lartësia. Karakteri është suicidal, akcidental apo homicidal, ajo është veç pak suicidal apo vetvrasës, apo homicidal apo vrasës, nga të ndëlidhet me ato pjesë të vendit të ngjarjes ato të cilat suicidal, vetvrasës apo homicidal vrasës. nuk keni të dhëna se si është zhvilluar dinamika e ngjarjes. Jo. Në shpllokët e duara, siç thashë më herët, të përshkrimit të dëmtimeve në krahun dhe para krahun kupton edhe shpllokën e majtë të dorës, Shpllakat e janë të shprehura dhe të ndërlidhen me dëmtimet të përshkruara më herët, të cilat do të përputhen në rënien në anën e majtë, për dora e majtë. Në të është përfundoj se ndëgjohet, është të përfundoj se të përfshirë. Vendimet e përshkruara të anës së majtë, të cilat i ndërlidha me rënien nga lartësia, i tejkalojnë dëmtimet e vogla apo të cilat janë të shkaktuara nga forcat më të vogla para prokës kurse pyetje që bëre avokati. Ka do të thotë kjo? se më të mëdha, i tejkalojnë dëmtimet e vogla apo të cilat Si janë përfaqësore. shkaktuar nga forcat më të vogla. Po, sepse tash kemi rënien e një peshe Një peshë më të madhe. të trupore, e cila fiton shpejtësi gjatë rënies dhe në varësisht nga lartësia, krijohen dëmtimet të cilat i përshkruajtëm më herët. Dhe skuqje, tash brenda këtyre territoreve, ndoshta kanë mujt me ndodhë që është shkaktuar një hematom më herët, por kjo e mbulon atjetën. Zvrehen ato. Po zvrehen ato. Ne nuk i ekskludojmë ato, por as nuk i ndoshta kanë mujt edhe më herët, nuk kanë diçka ndonjë tjetër, jo të këtyre përmasave. Zvrehen, por shkak se vendimi është Më i madh masiv dhe
Dëmtimet varësisht prej peshës së goditjes, rrënjes, pesha e trupit, here, gjatësia, dhe thot prej lartësia prej nga kara, e kënë dhe të goditje më të madhe, dhe i mbulon ato që janë mas sipërfaqësore. Se skuqja është skuqja e epidermës, pjesës kajore të lëkurës. Hematoma, veç e kemi gjakdelën nën lëkurë, që grumbullohet, sikur se shpuz mbledhet organizmi. Ndryshimi i ngjyrës në e vjetërsinë. Ngjyra është, do thotë, e freskët, sepse është e kuqe, janë të kuqe, nuk ka filluar deri në masat. Ndryshimi i ngjyrës na jep edhe Vjetërsinë. Kishin qenë kafe, fresta e koncekat në faqen e mëdha të freskët ta. Dhe ne nuk mundem me thonë që ka pasas, ka pas diçka, sepse kjo i ka mbulu, i ka te kalu ato. Ju mundi ndoshta me gjetë diçka ato që po i përmend disa gjërime që e ka godit, por këtu s'mundesh me specifiku tash. Ai ka për pikën e hematomën e parë, ka thonë. Ti the hematomën e parë, por mua është që e para, ne. Gjithmonë jemi të referuar hematomës onën e gjatë, ne përmend tash. Kjo kemi pikë është atje, mos po do me thonë pika 6. Ka shpjegova më veprimi ndonjë force mbretëse, e cila që do thotë ndryshe lëkurës, e formës së rrumbullakut me përmasa 25 mm. Pse nuk është nga lartësia? Sepse kjo është në anën e kundërt të trupit. Thotë jo në pjesën që ka ra. Ajo që pjesa që ka ra, peshin një llojin e dëmtimeve që ka. Rrugët e ka sfiguar disa herë këto se Më rrinë profesori me na sqaru aq më shumë ndaj punën e neve dhe gjykatës së fundit. Nëse në një pjesë të tillë të trupit ku gjendet hematoma e përshkruar në pikën 6. Në një pjesë të tillë të trupit. Ku është konstatuar hematoma si në pikën 6. Si në pikën 6 po? Do të përdore një forcë. Do të përdore një forcë. Dhe 85 kg. Forcë qoftë shtytse ose godice. Pasoja ose hematoma. A do ishte e tillë, më e madhe ose më e vogël? Që i 85 kg që çka është? Forcë shtytse, godice ose shtytse. Me çka? Ti që ke 85 kg. Tas sheqer. Që po supozohet që është kryp. Çfarë do të thotë ai? Çka ke cilën se mjetën mbretësën këtë çka s'ka maj edhe te. Çka për afërsisht. Në skena në mjet, po post literaturës edhe gjetje shkencore, mjeti që ka mund më përdorur për çato për masa. Kjo nuk është me 85 kg godite se i shkon më e madhe, kjo është më e vogël. Qysh e marrë përzitin? Ma e madhe. Qysh e marrë përzitin? Ka shpikur pak ka shkecat e inxhinierisë që ata përdorin. Ato jetë inxhinierët ju. E fatër ose E kam se s'ka ferme nga ka dhënë. Se dhja e përgjigjen Prapë se kënd kjo është 85 kg shi. A është çekiç? A është shkop? sa u gjitë hematoma. Më është me formuluar shumë këtë gjë. Jo, veç për të thënë, mjeti 85 kg është. Më është me sqaru pak më shumë. E cekti 85 kg, veç se këma qaj 85 kg shi. Okej, që për sareve pa? Peshës 85 kg me përdor një forca, qysh? Që për sareve pa? Hak. Të riformuloj pyetje. Se, Por jo me dhon koment, pyetje ose. më jam sqaru pyetja. Pos parasysh se hematoma, si në pikën 6, është me përmosa 25 herë 25 milimetra. Një mjet i caktuar me këto përmosa, nëse përdoret në atë pjesë të trupit, një forcë shtytse
ose goditse. Pasoja do të ishte e njëjtë, më e madhe ose më e vogël. Caktoj mjeti. S'ke mjet. Kina veç për mosa. So gjinde më të. Mos e s'ki përgjigje, s'është e qartë pyetja. Nëse s'është e qartë me halo me spjegu, po do mendoj që është e qartë Ti pyetja. mendon që ashtu, po ndryshe Sper nëse se kupton, s'është më të përsharitur. Në përveç caktoj mjetin. Zakonisht për këto 30 vite eksperiencë, ndodh që me të prezantuar mjetin në seancë, edhe me pyeta është ky apo ky. Atëherë na japim konsiston apo nuk konsiston. Në ka ndodhur me pas mjetin nga qekani, në kanë qitë thika, në kanë qitë nuk konsiston, sot gjetë. Vetë caktojmë mjetin. Po. Prokuroria ka dështuar me siguri pak mjet, nëse ka ata dështuar. dështu. Jo, të së dimë. Pyetja. Mos për ky këto, mosa, pyetja është shumë e qartë, gjyqtari. Mirë, nëse është e qartë, ty do këtë e qartë, por eksperti nuk është e qartë. Nëse ti mendon që jeni ma mirë lamin, atëherë rregull. Jo, çata bëjmë Cila pyetje na është shpjegu. Po, nuk është e qartë, përcaktoj ata mjetë. Cili mjet u përdor? Na Vetë thosh eksperti ju referu, se një amato me tillë mjetin nuk e kemi, e ka sqaruar. Po atëherë çish më me kohë eksperti sigurt që është shkaktuar me mjet, nëse s'ka mjet. Jo, ki drejt me dhon shpjegime, ki drejt me dhon vrejtje në autopsisa. Ki pyetje tjetër as ki. Mjeti formë mbretës se po e thashë pak më herët. Për shembull shuplaka nuk është mjeti formë mbretës, sepse ka shpërndarje më të madhe të sipërfaqes. Dhe po që se godet dikën, jep një skuqje, deri në kontuzion dhe thotë. Po në qoftë se mblidhet, kjo bëhet mjeti formë mbretës. Grushti është mjeti formë mbretës. Se me këto kur të godet, ta thënë në ofnë në këtë. Thotë, veç ta kesh parasysh dhe thotë mjetin e formë mbretës. Është në anën e tjerë djathtë, pasi veç po donë të shkon. Shumë mënyra të cilësh shkakton. Po ti më çni, dilçi. Po në këtë pjesën, çe, tani shkël tash. Edhe marrë këfucës duhet me ta shkaktu çfarë. Okej. Do thotë mjeti i formë mbretës. Ja, ka dëllim që për referencë të puna e mjetit, po Shumë mjete. Por, unë e thash edhe pak më herët, në qoftë se keni pyetje konkrete, se po i përmendi videos, unë s'ku pa kështu. A mundet më shkaktu pe kësaj apo pe kësaj, unë them konsiston, nuk konsiston. Aq, po. Të puna e mjetit. Ne nuk kemi mjet. Po supozojmë çka të përafër. Jo, nuk ka me supozime. Ki pyetje tjera, nëse s'kiet lutem. Po ju referona deklarimet Ky e ekspertit. ka dhënë versionin më të vazhdueshme Me deklarova përcaktuar. Dëgjon, kur të flasim ne ti do shumë të dëgjoj. Është në rregull që po. Gjithë normal. Edhe prandaj është gjykatë. Nëse ka pyetje konkrete, eksperti e dha shpjegim. Duhesh me përcaktuar mjet. Okej, çu për Por përcaktuar. ha. Cili? Pyetja është pak a shumë e njëjta përveç të pjesa e mjetit. Nëse ajo forcë e shkaktuar nga grushti, presje, shkelmi, ose një mjet me përmosa 25 herë 25. Në forca goditse është e peshës 85 kg. Pasoja a do të ishte e njëjtë, më e madhe apo më e vogël. Pasoja do të ishte e njëjtë me modha shumë e vogël. 85 kg. A ke pesha e mjetit që po ta mërmendja ty, apo? Pesha goditse, në momentin që Me pas qenë pesha godice 85 kg, kishte qenë shumë e madhe, këtë pjesë të orthogonale tjetër e kështë qitë. Për që të hematon, po, vëllë. Pesha guxice 85 kg. Po. Se këtu në këta ndodhë dhe thotë, e muri me kokën e saj, cila flanë eshtat e pelvikut. Dhe kishte nxerr, apo kishte shpu edhe në tjetër, apo ishte thynë në qafën e saj. Ato të cilat i kena në anën e majtë, të ramjes. Në shtyt dhe thotë edhe koka e femurit dhe këtë ana e majtë e pelvikut. po, Pasjem pesha godice 85 kg, pasoja do të ishte më e madhe. A dhe është shtu? Jo xhaliu. A dhe është shtu? Po. Me pasjem pesha godice 85 kg, pasoja do të ishte më e madhe. Në posa dhe në thëtësi. Do të thotë dëmet që janë shkaktuar ato përputhen me një rëmbje të lirë. Jo të lirë. Caktuar. Ma e letë. Sa me shkaktuar me atomën. Po mjeti forë në mbretës, që unë dhe që në moja këpucës. Sepse pjesa e goditur tu është e rumbullak. Mjeti mundet me qenë dhe ma i madhë, po kjo është aj pjesa që prek, dhe thotë. Se mundet me qenë ma i madhë. Po vetëm këtë pjesë
e bën ndrydhjen e indit. Po pasojat të cilat janë shkaktuar. Po, Janë, domethënë, për një rënje që ju për një forcë. goditje, jo rënje, s'është kjo problemet. Po pa goditje. A ka shtytje, a ka goditje, a ka diçka. Po. Veprimi i fëmijët të folë mbretës. Ju mundi me pasë Që është me rëndësi, kjo është goditje, e pa që është disa. E pa thonë, që është aty. A kina e pyetje tjetër avokat? Që sekundi të bashkë. Nëse s'ki pyetje, vazhdojnë ale... Që është shumë të shkurtë. Hajde? Kjo konstatuat më parë se hematoma si në pikën 6 Jo? është shkaktuar para kontaktit, para rënjes së trupit. Para se dhe nëse tu. Po. Bazuar në specifikat e kësaj, që janë masa ngjyra e tjerë. A mund të na spjegoni kohën se sa para rënjes së trupit ka mund të shkaktojë hematoma e tillë. Këtë pyetje e përgjigj disa arke, thonë që jetë notës kritike. të ngjarjes kritike, do thotë aty. Ma konkretisht. Për e thash edhe pak më herët, që ndryshimi i ngjyrës ndahet në ditë të tëra. Po. Jo me këtë pyetje shokëtorit të gjykus, ndalas sepse një ekspertëve që shoqit që firmaton është poshtë i ngjarjes kritike. Nëse s'ki pyetje atje, e ka thonë më lart, që disa nëse akila që zhvillohet për asaj gjykate, apo e përmbledhë që po që. Në çka kom vërtu i kom qitë në raport? Akila e pyetje ja të zhvillohet? Shme që përgjën që nuk po ja përgjën. Për raporti të thot krijohet me ato vërtetime që ne i bëjmë, për mashtesa edhe konsistime. E ka nëse. Këtë gjë pyetja Akinës që avu diçka lidhur me raportin e autopsisë, eksperti Përndje shumë. Pasi në gjëlliu në shumë shku i... Që po që të se, ka vashtë se një përfavime, në taj, vajtë të të kërë. Gjime, kërë këmërë të në. Atone të pozim tjetër, me qenë se kemi përfunduar me procedurën në provore, personale, se në tonë atëre po vazhdojmë shëtimi gjësor me provat materiale, po vështetet e një gachë. Po i shbirom. Do shtë adesa vjen për incizimë më mi e laboru të tjera. Po, më në të tjera, që tjera dhe qka vëtëtojnë në të, qka më shme atonë për të, me i tonë për disa. Pra, përveç dëshmisë e dëshmitorëve, të gjitha që u dëgjuan dhe i me tani, në provat materiale, si qenë ekspertiza për ekzamenimin e detajeve të vendin e aksidentit e punuar nga profesor Dr.
Azem Koquku, Naser Loqe dhe Ilir Doshi datës 7/2025, e cila ekspertizë dhe mendim profesional e sqaron në mënyrë shumë të qartë se si ka ardhur deri tek zhvendosja e kornizës me zgjedhje xham. Kur je për proces se ne kemi shkruar, kështu që kemi shumë në akuz. Po, kjo është do në mos sharrime për secilin apo po për folje pak tani më në mirë, apo mos e për mbledhje. Okej. Po jo se të mbledhësh shumë prova që ke shkruar në akuz. Po. Pra, po ashtu edhe profesor të nderuar edhe gjatë shqyrtimit në seancën e kaluar e sqaruan në mënyrë shumë kuptueshme, domethënë për secilin laik me kuptu se si ka deri te zhvendosja e dritares me kornizë dhe me këtë edhe dete ramja tani të dëmtuarës Maria Clara, e si është dete vdek që për pasoj ka dhe vdekin e saj dhe vrasin e saj, dhe se asnjë pretendim se ka mund të ndodhë rasisht, apo ka mund të lëshoj gjami vetë, u vërtetu se nuk ka asnjë teori shkencore që atë ka ndodhur, por është ka qenë i shtyr ashtu siç është në akt akuzë paraqitur nga ana e ndritnikës, i cili ka përdorur forcë derisa e ka arritur qëllimin se kornizën me gjithë xham dhe me Maria Clarën me gjuj, e thonë kështu gjuhë popullore, prej dhomës dhe me ra poshtë. Nga ekspertiza e ADN-s, pra është bërë vërtetime nga mostrat, nga dëshmitë që janë marrë në vend ngjarje, profili i ADN-s së Maria Clara, pra që ka qenë edhe po ashtu gjithashtu nga një nxjerrje edhe gjurmë të latente në dhomë, ku ka ndarë dhe gjurmë të latente se aty ka qenë prezent përveç Klarës, domethënë edhe Endrit Nika, që nuk është domethënë fakt i pakontestueshëm, por është vërtetuar edhe nga raporti daktiloskopik. Po ashtu gjatë ekzaminimit janë bërë edhe ekzaminimet të laptopit të Maria Clarës, mirë aty nuk ka pas diçka që do të ishte relevante për rast. iPhone 13 dhe SIM kartela nuk ka pas mundësi që të hapen, për shkak se se kem pas passwordin. Ashtu kanë konstatu edhe ekspert e forenzikës të Agjencisë Kosovës për Forenzikë, si ekspertët e IT-s. Po ashtu nga raporti ekspertit mjekësisë ligjore, që ka shpjeguar se si ka se çka ka qenë shkaktari i vdekjes apo si pasojë e politraumës, pra gjakderdhjes masive, që tregon se me rastin e ramjes nga ajo lartësi, tani e ndjera Maria Clara ka pësu dëmtime pothuajse në gjitha pjesët e trupit, si në kafas karrorit, thyrje shumëfishta në pelvik, thyrje në ngjyrit, të gjitha këto si pasojë e rënjes nga largësia. Dhe po ashtu nga raporti toksikologjik është konfirmuar se në momentin që tek tashmë ndjera nuk ka qenë në ndikim cëllim. Kam që dhe për kodë gjukate, kam edhe pjesën që rëndon me prezentuar. Sa problemën e kam që dhe ndush që deri e di ku të kryet që të jenë, Kur të vishë të kjo prova
Përgjigje nga Departamenti për Bashkëpunimi Juridike Kombëtar, ka shtresa e avokatit Betim Shala, për punim i gratës, raporti qytetës vendimtare. Thotë lista e dëshmive të CD-t sillen nga familjarët e panderë, deklarata të dëmtuara, Tu i keni lexuar këtu prandaj. Po jo, po aty edhe shihet domethënë nga CD-a më hershme, shihet si ka qenë, është fakti kontestueshëm se kam para Mirë, çfarë provë është që përgjigje nga Departamenti për Bashkëpunim Juridik Kombëtar? Çfarë për të thënë kjo? Jo, këtu domethënë se prokuroria mos harrojmë, nuk e ka rolin vetëm fajsus, po tentojmë gjetë provash fajsuse për persona, domethënë në këtë rast akuzuarin e drejtë dhe përmes kemë verifikuar se ndërtnika, domethënë nga autoritetet zvestrane se ka punu atje çka ka punu dhe këto na kanë konfirmuar të gjitha këto dhënat edhe si po sa ti shkon favor ta akuzën ti vlerëson ato prova të fajsuese, po ne kemi vetë të akuzën. Po, domethënë i njëjti nuk ka pas kaluar me Jo, kjo është për atë aspektin se nuk ka pas ndonjë Se ma ministru si provë materiale. Si s'ka pas kaluar me kriminale, të më që rrethonat. Sa e përket raportit qytetës lista e dëshmive të cilën nga familjarët e panderë, deklaratat që të dëmtuarës dhe dëshmitarë, deklaratat të panderë të cilën shkesë e tjera të themës. Pjesa dhe me loma isën, edhe që kemi administruar. Po kjo është faktikisht administruar. Po i ke prezentuar këtu me i lexuar. Andaj çka po hefte? CD të sillen nga familjarët e panderë, çka kanë? Ja, të vetëm tregon se njëjta ka qenë pjesëmarrëse në domethënë ahengun familjar, ashtu që nuk ka kontest në atë aspekt. Se njëjta ka prej Zvicrës bashkë me ndritin Kosovë dhe të ashtu kanë marrë pjesë. Para fundit, lista e dëshmive të CD të sjellë, është që kjo pjesë e saj, po lista e dëshmive të CD të sjellë, se pastaj kur na bën të verifikojmë të provë dhe të dimë se çka. Lista e dëshmive të CD, çka jo? Po, është një provë. Dëshmoj se ta prezentuar në ahengun familjar. Po. Dhe aty nga ato sekuenca nuk vrehet. Po nuk. Deklaratat e të dëmtuarës dëshmitarë dhe deklaratat të rëqet, mos e s'ka kush ka relevancë. Të ndytë se kemi lexuar. Po. E kjo parashtresa e avokatit Betim Shalës, çka ka? Ky ka nëse parashtresë i njëjti Marrin pyetje të dëshmitarës, rezultate 23/5/2024. Çka ka? e nderuar, ka qenë një dëshmitare shumë relevante për këtë rast që ka qenë mirë për fat keqësisht nuk kem adresë të saj dhe nuk kem arrit me siguru. Domethënë se do të ishte kjo ka qenë kërkesa e familjarëve që familjarëve të Maria Klarës që avokati Betemi përfaqëson. Mirë po, edhe pse kem tentuar përmes autoriteteve. Mirë pse më lexu ke si provë materiale, çka për të thënë pyna ta kusi. Ti ke prezantuar me lexu si provë materiale, je këto me këtu ajo. Ke shti shumë prova këtu që s'ka ndaj relevancë lidhur me atë akuzën për cilën e ke ngritur. Çfarë relevancë ke parashtresa Betim Shalës? CD dasmë, çfarë relevancë ka? Lidhur me atë akuzën për vrasjen. Kjo është e përshkruar, domthonë Se është kontestuese që u arë këtë djale atë ditën në Okej. Se në deklaratat e dëmtuar dëshmitarë këtu që kemi lexuar. Tu je këtu i leximit i lexuar provat materiale. Okej, këtu. Të mos na harrojmë gjyqtarë se kjo është akta akuza apo halo koni sa. Qartë. Mirë po tani kanë një fazë në administrim provat që ti mund mos me prezantuar këtu, që s'ka ndaj relevancë mos më na duhet të diku pa nevojë këtu me këto prova algon. Raporti i qytetës vendimtare është në drejtë. Lista dëshmive CD sillen nga familjarët e panderë, kjo absolut s'ka më ta relevancë, nuk është kontestuese. I kemi ndëgjuar dëshmitarë, që të keq ato që bëjmë, kështu. Nga të gjitha këto prova, çka vërtetohet? Që tu mundesh me përmbledh këto. Nga të gjitha këto prova, nëse edhe incizimet e shumë. Mirë, edhe vjen çka fjalë nga këto prova. Mirë, atëherë prokurori i shtetit kërkon që të shohë video incizime dhe të jetën ato që siç e po nga incizimi. Video incizimi. Sëmi i parë ishte tek hyrja aty. Po, tek automjeti. Tek automjeti hyrja, po, pastaj? Pastaj duket
ashtu në shikimin vizual se është arrit në lloj qetësie paqe dhe hynë së bashku në hotel. Me po në pjesë. Shkojnë në dhunë, Nga fotodokumentacioni çka ka? dhe pastaj shihet se vetëm këta dy hynë në dhunë. S'ka person tjetër që po jenë në dhunë. Në vonë që shihet vetëm ta dy hyjnë, do të ka person të tretë. Kur e shohim fotografitë nga vendi i ngjarjes, se si ka qenë dhoma, Dhe nga fotodokumentacioni i vendit të ngjarjes, përkatësisht të dhomës, shihet një çka shihet në dhomë aty. shihet se ka pas një lloj përleshje të madhe, sepse gjanat janë për tokë, ka thyrje të gjana ndryshme. Ose një përleshje të madhe, ku shihet gjërat në tokë. E çka për të thënë ato the? Përleshjen, Që vërtet se në styre ka pas përleshja, po. Në gjatë kësaj kohe, domethënë, ka arrit në përleshje të madhe. i akuzuar e ndrit, Ka arritur i akuzuar i ndrit, po, që të qes të gjithë ramin e gjamit nga vendi dhe së bashku me Marien i gjuaj në tokë, Maria, po, në tokë. me që rast edhe është kryer vepra penale për cilën akuzohet. Në rast të shkryve e për penale, për cilën akuzohet. Nga të gjitha këto prova materialet paraqitura Nga të gjitha këto prova materiale të paraqitura, e gjatë hetimeve, prokuroria duke zbatuar në përputhshmëri legjislacionin në fuqi, prokuroria duke bazuar në legjislacionin e fuqi, përveç ka tentuar të gjitha provat si fajsuese ashtu edhe shfaqësuese, që të i ka vlerësuar arrijnë të gjitha ditën një provat- akt akuz, I ka vlerësuar të gjitha provat fajsuese dhe shfaqësuese. dhe mbas të gjitha këtyre provave të paraqitura vërtetohet për të dyshimit të bazuar se është fakt i pakontestueshëm se në dhomë ka qenë vetë ndriti me Maria Klarën, Është fakt i pakëndshëm se në dhomë ka qenë vetëm e ndriti me Maria Klarën, se Maria Klara kërkon se ka pas Kosovë përveç e ndritet më tafër, të vetën njeri që i ka besu, është më sigurt, vetëm e ndritin, se ndjera nuk ishte pasur në Kosovë ndonjë njeri të afërt, përveç e ndritet, cilit i ka besu edhe për përveç kundër, ndritit të cilit i ka besuar, pra si edhe për kundër dhunës që e pam atë të automjeti, e nejta përsëri shkon me ndritën në dhomë, për kundër dhunës që e pam tek automjeti, neta përsëri shkon në dhomë njëjtën. Po, mirë po si shihet nga fotografitë e vendit ngjarjes edhe nga rezultati i rastit del korniza e gjamit me gjithë gjamën dhe Marien mirë, dhe ke poshtë. përsëri disa era po vlerë diçka për fjalë përfundimtar. Rregullisht. Okej. Do me pyes tash këta? Jo, s'më pyket jo për kjo prezentare të tiranisë më mirë se stani gjithë. Dhe veç për provat materiale që janë të Prova, fortë. deri më tani me gjitha këto prova vërtetohet për te dyshimit bazuar mirë, që ka qenë veç ndritë vonë, Edhe ka kryer këtë vepër penale. që ka ekzistuar. Këtu janë provat materiale të cilat ja prezanton gjykatës. Nëse s'ki diçka edhe Jo, faleminderit. pjesën tjetër. A ka vërejtje për përfaqësuesit e turës ka vërejtje në provat materiale? S'ki prezantime të tjera. Mbrojtja? Lidhur me provat materiale, video incizimet që i pam, këtu e keni kategoria. Sigurisht që dimenzion pak ma gjoni janë referosh edhe ma vonë, por shkurtimisht tash në përket këtyre prova materiale të cilat janë krye, i keni pranue dhe nuk keni s'ka të kështu. Keni fjallë kurotare se përket besueshmërisë dhe vërtetimit gjeni faktike këtu ma vonë. Vetëm në kontest saj që ai prezantoi prokurori, a ki vërejtën këto prova dhe nëse jeni të gatshëm sot me vazhdu me deklarimin e të akuzuarit. Në lidhur me provat që janë propozuar Po, nga prokuroria dhe akt akuz, tani këtu administruar në këtë shëpje, po? pjesa më e madhe e tyre, spehimi përmend një Tani të administruar në këtë shëpje. pjesa më e madhe e tyre
Po, pjesa më Paraqes një tendencë, e tyre. paraqes një tendencë të prokurorisë së shtetit, Avokat, i kundërshton si prova që administrum këtu. te kundërshtimi po dalë. Mirë, se- Dy rreshta trena. Se kime thonë fjalë përfundimtare, ato kaj që thonë mirë të vetëm sa i përket administrimit ai kundërshton atina e vërejtë se kime thonë magjërsisht këtë tendencat e prokurorisë e tjera çka. Çfarë do të më dorë? Mirë. Paraqes hajt çu shmeta një. Një tendencë të prokurorisë së shtetit që kjo çështje penale të paraqitet si voluminoze, Të paraqitet si voluminoze, ndërsa bazuar ose në kuptim të nenit 252 Këntënin, 250 e për të përshtat. Rregullisht. në kuptim të nenit 252 paragrafi 2 në part 2.2 pjesa më e madhe e këtyre provave Pjesa më e madhe e këtyre provave paraqesin fakte jo relevante jo relevante, po. dhe të parëndësishme, të cilat nuk e përshkruar asnjë veprim të mbrojtërit në lidhje me kryerjen e kësaj veprës penale, e as nuk paraqesin asnjë dëm të shkaktuar nga kjo vepër penale, e që në kuptim të nenit të lartë sekurve, nenit lartë sekur të prova konsiderohen të papranueshme. Ndërsa, Konsiderohen si papranueshme, po. Ndërsa. Konsiderohen tash, propozimi konsiderohet si papranueshme sepse na veç atë fazë kemi të kalu. Kemi vendosur lidhur me atë akuzën, e që nëse nuk do bëjë edhe se keni kundërshtuar në ankesë keni apeluar pastaj në gjykatën. Ndryshe e keni apeluar atë fazë sa i përket këtyre provave. kjo me që konstatuar. Ndërsa lidhur me provën, Këtu na the ti tash këtu prova konsiderohet papranueshme. Pse papranueshme? Do me propozuar që më shpall papranueshme apo vlerëson që nuk e vërtetojnë gjendjen faktike, sipas juve. të dyja ta vashëm, po Cilat të dyja, propozimi vazhdosh? për ngushpoll papranueshme tash na veç i administrum. Ja, po mos e thuaj. Po, ndërsa qëllimi që albanështë, këtu prova konsiderohet si papranueshme. vlerësojmë shtë ja, që është Shkruaj. pretendimi për këtës. Mbrojtja vlerëson, mbrojtja vlerëson se këtu prova. Po nga të papranueshme. Ndërsa lidhje me Avokat, se ne thuhet papranueshme atëherë duhet me thonë për çka. Këtu prova ti e nisë mirë, tha deri me kështu që nuk e vërtetojnë gjendjen faktike në bazë të asaj. Papranueshme këtu e kanë të kalu, për çka papranueshme? Nuk e nxjerr mirë fliç nga çka. jo, po kur është një provë parëndësishme. Po mirë ti thuje parëndësishme, nuk e ka fuqi provuese gjendjes faktike, po mos thuaj se papranueshme. Mirë, ja. Ti pe thu prova janë papranueshme. Vlerësojmë se këto prova janë parëndësishme për vërtetimin e gjendjes faktike apo nuk janë relevante, por jetë pora papranueshme. Po ide para shef për një provë parëndësishme, Yes. konsiderohet papranueshme. Prokurori pretendon që e ka marrë e vërtetojnë gjendjen faktike, ti po pretendon që nuk e vërteton. Po s'mundesh me thonë që është e papranueshme se. A ke vlerësimi provë? Vlerësojmë se këto prova nuk e vërtetojnë gjendjen faktike, është ashtu. Po, po se po, në vend sistemi lënë edhe pjesën që sipas vlerësimit të mbrojtjes, këto prova konsiderohen të papranueshme. Papranueshme në rast të problemit, apo papranueshme nëse merren në mënyrë të kundërshtim. Nuk është zbatuar kodi i procedurës penale. Lutem, avokat mos. Nuk është veç ajo me mënyrë. Mirë, na jemi këtu para punë. Çka po do të thonë tash? Vlerësojmë se këto prova po thuaj janë papranueshme, apo propozon me shpalla apo veç? Apo jo? Vlerës mirë janë papranueshme, po si vetë çka? Se do të njëjtat nuk paraqesin asnjë fakt. Vendimtar, Asnjë fakt vendimtar. që dhe nuk e konfirmojnë
Se nuk e vërtetoj asnjë veprim të Ta shpjegoj herë. Po, çfarë po bën vlerë, domethënë nuk e vërtetoj. Nuk e vërtetoj në gjendje fare. Nuk e vërtetoj se i mbrojtëria ka kryer veprën penale për cilën akuzohet. Edhe shkurtimisht e video, Vërtetoj se i mbrojtëria ka kryer veprën penale për cilën akuzohet. Sa i përket video incizimit të cilat tani i bëm, cilat po, po, mëgjërësisht do të video incizimit të cilat tani po, mëgjërësisht do spjegohen në fjalë përfundimtare, por mëgjërësisht do t'i elaborojmë në fjala përfundimtare. por vlerësojmë se edhe në të njëjtat Po vlerësojmë në të njëjtat. nuk u vërtetua asnjë element Po, apo veprim konkret se i akuzuari e drejtnika se akuzori, ndërnika, ka ndërmarrë ndonjë veprim po, qoftë dhune, ka ndërmarrë qoftë dhunë, fund shtytjes fund apo shtytjes. goditjes po shtytjes apo goditjes. në drejtim të dëmtuarës. Në drejtim të dëmtuarës tani e ndjera, Tani e ndjera marrja ka. në të shtytjes në apo goditjes në drejtim të dëmtuarës. Avokat mjafton, kjo që e tha deri në tani sepse i kundërshtohet, edhe në parim, nuk i kundërshton parim që janë administruar. Veç me vrejtjen kuptim mbrojtjes, Mirë, dhe veç tani elaborojnë Ndërsa parim nuk i kundërshtojnë cilat u administruan, por me vrejtjen kuptim të mbrojtjes. Shkruaj të bën që të në vazhdim. Me parim nuk i kundërshtojnë këto e administruar, por me për shtyre cancën, ndërprerje cancën, një nuk i kredita. Shkruaj që të. Alban, lesi pjesën qëto që nuk kanë. Propozime të reja nuk keni për prezentim prova materiale. Jo ndërë. Mira, atëherë e përfundojmë provat materiale, shkruaj që të mbrojtësi, shkruaj tani të akuzuarit, avokat Drevjani Meri, këtë në fjallë dhe deklarën. Kërkon nga gjykata që të shtyhet për një datë tjetër, të ndërprerjet seanca,